28 nëntor 2025, 113 vjet pavarësi. Dita e flamurit është pikpamje historike dhe emocionale gjithë shqiptarëve. Është kriminale, abuzive dhe e turpshme loja për të bashkuar ditën e madhe të pavarësisë me ditën e pushtimit të Shqipërisë nga komunistët. Ka vetëm një 28 nëntor historik mbar shqiptar, të ndarë nga çdo ngjarje tjetër dhe ka edhe një ditë të pushtimit komunist, si dita me zezë e kombit. Këto dy ngjarje janë kulme të kundërta në historinë e kombit, ku morën në rrugë dy fate. Ai kombit të pavarur dhe sovran, si vepër monumentale kulmore e përpjekjeve shumë shekullore në formimin e kombit dhe të shtetit, dhe tjetra rruga e vendosjes së një diktature të egër mbi shqiptarët që kreu krime anti-shqiptare dhe e çoi popullin në varfëri dhe mjerim. Ndoshta këtë vit ka patur më pak përpjekje për të përligjur ditën e pushtimit komunist si datë çlirimi, dhe kjo tregon se autorëve u doli boja dhe kriminalët nuk pranohen për çlirimtar. Më 28 nëntor, në ditën e madhe të flamurit, duhet jemi bashkë të gjithë rreth interesave të kombit. Kemi dy shtete shqiptare në hapësirën jetike kombëtare, megjithse në të dy shtetet kemi në burg pjesën më të madhe të atyre që u kishim dhënë pushtet të drejtonin ndershmërisht progresin e kombit. Një pjesë e tyre kanë vjedhur buxhetin publik të Shqipërisë londineze, ndërsa pjesa tjetër ka kryer krime me psikologji staliniste-enveriste ndaj shqiptarëve kundërshtar politik. Por kemi edhe një grup trimash, rreth 30 patriot, që i futin në intrigë shteti bastard Maqedonas në ngjarjen e Kumanovës dhe vuajnë dënim të rënd në burgun e Idrozovës. Nuk duhet të harrojmë që ata janë pas një faj, veç të futur në kurth, por besnik ndaj idealeve kombëtare dhe interesi për lirimin e tyre duhet të jetë projekt kombëtar. Në Shqipëri, po kryen procese për këdhelëse pafund ndaj hajdutëve të resurseve publike për i qindra miliona eurosh dhe për më keq ka edhe mbështetje publike për ta nga klani komunist, por geni i tyre bastard, patjetër këta pasardhës do të kishte lënë. Gjithashtu, çlirimtarët e UÇK-s ndodhen në Hag në një proces gjyqësor të dyshimt me ndërhyrje të shtetit kriminal serb. Ata nuk po gjykohen nga shqiptarët, por nga një komplot slavo-serb që kërkon të denigrojë luftën e madhe të UÇK-s. Prandaj këtu përgjigja ndaj serbëve duhet të jetë unike, ndërsa gjykimi i brendshëm në shtetin e Kosovës duhet të jetë gjak ftohtë por i drejtë ndaj reminiscencave kriminale staliniste-enveriste të tyre. Megjithatë, hallet e shqiptarëve nuk mbarojnë asnjëherë, pasi diktatori e ka lënë litarin jashtë për të penguar shqiptarët, e heqin zvarr mirat e kriminalëve dhe kavjet laboratorike të keq formuarve mentalisht nga sistemi që ai la pas. Ne vazhdojmë të mos disponojmë dokumentin e aktit të shpalljes së pavarësisë së vendit, i cili ishte depozituar në bankën e shtetit nga Lefnosi, firmëtari, koleksionisti dhe patrioti i pushkatuar nga diktatura. Shteti shqiptar i diktaturës që administronte çdo lloj spionlliku dhe marrëzie shkatroi ato në përpjekje për të radhitur me firmëtarët xhaxhan e diktatorit dhe të retushonte sipas dëshirës së tij emrat e firmëtarëve. Deklarata origjinale e pavarësisë me 40 firmëtarët akoma nuk është gjetur. Vetëm firmëtarët vdiqën në varfëri, pushkatim, burg apo mjerim nga diktatura komuniste. Prandaj shqiptarët sot duhet i përulen flamurit kombëtar me ide të qarta për të përmbysur seriozisht të kaluarën e errët dhe denigruese anti-shqiptare që la diktatura dhe në të ardhmen e afërt të ndërtojnë një projekt real për bashkimin kombëtar me një shtet pa kriminal, vjedhës dhe intrigant e për t'u dhënë shqiptarëve një të ardhme të ndritur.